Në këtë pjesë të dytë të emisionit do të flasim për një projekt mjaft veçantë, një projekt që prek rinin, prek nxënësit dhe ku do të ftojmë pra për vullnetarizmin dhe avokimin rinor si motor i eficiencës së energjisë. Kështu pra është emëruar projekti, por se për çfarë projekti bëhet fjalë, cili është qëllimi i tij, si janë përfshirë nxënësit, çfarë kanë përfituar nxënësit e shumë çka tjetër, do e shtillojmë dal ngadalë në minutat në vazhdim me mysafirët të cilat unë i kam të ftuar në studio. Me mua është edhe drejtoresha e organizatës Toka Hatice Zeka dhe iniciator të këtij projekti. Mirëse Hatice. Faleminderit shumë Xhenet, shumë kënaqësi më qenë prapë. Faleminderit shumë dhe po ashtu e kemi edhe Lina Goxhufi, nxënëse, pjesë e projektit. Mirëse erdhe Lina. Faleminderit shumë, mirëse u gjeta. Tani, Hatice, do doja të fillonim nga ju, që të na sigonit më mirë edhe për audiencën ky projekt, nga erdhi si është realizohet për herë të parë, është realizuar edhe më herët. Po, atëherë ky projekt implementohet nga Toka, mirë po mbështetet nga UNICEF-i dhe nga Fondi i Kosovës për Eficiencën e Energjisë, ku është pjesë përbërës e një iniciative shumë ma gjanë, që është Green Rising. Edhe ideja e projektit është se qysh me rrit vedijen, po edhe me i fitu disa shkatësi, disa njohuri ma shumë rreth eficiencës së energjisë, sidomos të tritë. Kështu që pjesë e projektit kanë qenë 12 shkolla, edhe po ashtu do të thonë janë trajnuar simulancet mbi tematikën e eficiencës së energjisë, ku është dizajnu një model mbi takimet ku klubet do të thonë do të bënin aktivitetet e ndryshme, cilët janë taku në baza javore, për këtë pjesë nështë edhe Lina mandej mundet me na tregu pak më shumë. Mirë po, ideja ka qenë që edhe me i ndërtu kapacitetet e mësimdhancave, që mandej ata me mujt me i zhvillu aktivitetet në shkolla, ku i kanë hap klubet e eficiencës së energjisë, edhe pas kësaj mandej ka pas aktivitete javore ku trit, përpës njohurive dhe përpës lojnave të ndryshme që i kanë pas mbi eficiencën e energjisë, e kanë kurorzu edhe me një projekt në komunitet që është lidhur me eficiencën e energjisë, ku projektet janë të ndryshme. Do të thonë ka kampanja vidisuse për me kuptu ma shumë se çka është eficienca e energjisë, po edhe pse është me rëndësi me mujtë edhe me i përbrendsu disa shkatësi të reja, edhe me i përdor ato në jetën e përditshme. Edhe po ashtu me i rrëzu disa mite që ekzistojnë, për shembull për kursimin e rrymës e kështu me radhë. Edhe aktiviteti i fundit i këtij projekti, pothuajse jemi në fund, ka qenë që të rit me pas mundësi që me shku edhe me u taku me zyrtar të komunave, drejtor komunal ose kryetar të komunave, në mënyrë që me ju tregu rëndësinë, po edhe punën në tëne që e kam bri për gjatë projektit. Kështu që, dhe me thonë, na sot për shembull është mbajt një takim, një tryezë Rumbullakët, me 3 të Kaçanikut edhe me drejtorin e DKA-s në Kaçanek. Dje ka qenë në shtime, mandej të martën, unë personalisht kam qenë në Podujev, ku, dhe me thonë, paka shumë edhe është ideja që mi ju tregu edhe në komuna se çka janë duke bërë të rritë në shkollat e tëne, edhe si po e trajtojnë këtë temë, po edhe me i tregu të arritun atë tëne, se ka qenë një punë maratonike, ku mësimdhancët bashkë me nxënësit, si më thonë, e kanë bërë punën më të madhe. Na kemi qenë aty për me i mbështet në mënyra të ndryshme, po absolutisht merita ju takon shkollave, mësimdhancave, po edhe nxënësave. Kështu që. Po, pse pikërisht kjo temë, pra, pse eficienca e energjisë, domethënë cili është, pse u përgjot pikërisht kjo temë, pra? Fondi i Kosovës për Eficiencën e Energjisë është duke bërë një punë fantastike vitet e fundit, edhe nuk është duke u marrë vetëm me, për shembull, izolimin ose renovimin e hapësirave ose objekteve publike. Për shembull, ka intervenime që ata kanë bërë, për shembull, në shkolla, mandej tash këtë vetë duket e kanë prioritet që objektet publike me mujtë edhe me i renovu, me e kriju izolimin në mënyrë që me u kursy edhe me u kursy rryma, po ashtu edhe me qenë përdorimi ma eficient i energjisë. Kështu që ata në bazë të qëllimeve të veta që e kanë shumë e rëndësi me shti edhe që të komponentin e edukimet mbi eficiencën e energjisë,
edhe këtu ka lindet dhe bashkëpunime, ku ata kanë kontaktu UNICEF-in, mandej UNICEF-in e ka kontaktu neve, na kemi që të infrastrukturën e klubeve, që ekzistojnë në për shkolla, edhe do me thonë metoda është shumë e mirë, për shkak se krejt aktivitetet bëhen në formë të lojës, ku trit realisht mësojnë, po të njëjtën kohë edhe arktohen. Edhe na besojmë që mësimi më i mirë ndodh kur do të thonë është pjesë edhe arktime. Bahet mend fakte, sigurt që bahet mend. Për shembull, para se më ardhën studio Lina, veçanërisht më tregu me shumë entuziazëm se çka kanë bëu me klubin edhe për projektin, kështu që krejt ideja është që me bëu mësimin më atraktiv, plus që është një tematikë prezente, do të thonë shumë e rëndësishme kuptuar që për shembull, nëse e lëm bojlerën të nditën shut, nuk është se ka me harxhu rrymë. Nuk ka me harxhu rrymë, se është edhe ky miti ku do të thonë nëse e lën harxhon më pak, nuk është e vërtetë. Kështu që ka çështu tematika që neve na vijnë në jetë të përditshme, edhe me rëndësi, do të thonë qëllimi i klubeve është që me i trajtu disa tematika ku trive ju duhen për jetën e përditshme, për jetën madhore dhe me mujtë me i kuptu disa gjana, ose me mësu disa gjana, që realisht brenda klasës është shumë e kufizume. Kështu që ka qenë infrastruktura e klubeve ku përpos eficiencës së energjisë janë edhe klubet me tematika të ndryshme, për shembull shëndeti mendor, ndryshimet klimatike e kështu me radhë, po kësaj herë kemi ardhur me fol për eficiencën e energjisë, kështu që po ndalim me këto. Qështu ka rjetë krejtë, po. Lina, tash do të ndalesha tek ju, si u bëvere fillimisht pjesë e këtij projekti? Ke qenë pjesë e ndonjë klubi, si erdhi deri tek pjesëmarrja jote? Pro në shkollën tonë është organizu për i tukës një aktivitet, ku pro derin ku i kemi moj trajnimet, ku në fund kemi pos me bo edhe një projekt për si fushat vetëdijësime kemi zgjidhne, ku njëherë komendu që nuk kam e pas ndikim shumë, po kur i kemi moj trajnimet, e kom po që është shumë e rëndësishme dhe kemi mësu shumë gjona. Atë pro ka qenë mësimi me anë të aktiviteteve, ku që kjo ka qenë vlerësimi maj madhë, për shkak se truni fëmijës i zhvillën mësimet edhe përmes aktiviteteve, sepse truni fëmijës edhe një truni territori nuk i kupton gjërat njëjt. Edhe kur i kemi mojt këtu trajnime kam qenë shumë e lumtur, për shkak se ka qenë diçka që nëse kisha humbur kisha thënë pse, edhe se ka qenë aktivitet shumë i mirë, edhe në fund e kemi bë fushat vetëdijësime edhe për nxënës të tjerë. Ato kemi pas trajnime shumë të ndryshme ku më kam pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Më trego pak edhe për aktivitetet që i keni pas në këto trajnime që ju kanë bë ma interesant, gjithë pra këtë projekt për me mësu ma shumë për eficiencën e energjisë, sigurisht e keni mësu për mes aktivitetet ndryshme që kanë bë ma të veçantë, ma atraktive këtë pjesë. Më trego disa prej tyre. Disa prej tyre që i mojnë mend, pro kanë qenë një aktivitet ka qenë ku disa nxënësa kanë pas me e lujt rolin e pemëve, ndërsa një të tjerat dioksidin e karbonit, ku i kemi marrë përmes markirave. Nxënësat që kanë pas me e lujt rolin e pemëve, kanë pas për detyrë me e mbrojt tokën, ndërsa dioksidi i karbonit ka pas për detyrë me e shkatru tokën. Edhe kjo ka qenë aktivitet shumë i mirë, edhe me thonë shumë qesharak për shkak se jemi mundu se cili me bë ato maksimumin tonë, edhe kemi kuptu se edhe sa e rëndësishme është, edhe tani kemi bë edhe pjesën e dytë, ku ka qenë më pak pemë edhe më shumë dioksidi i karbonit, ku me anë të këtij aktiviteti e kemi kuptu pra se njeriu nuk logjikën kanë ndonjëherë për me mbrojt tokën, po si me shkatru ato. Edhe pa dashje ndonjëherë. Po, pa dashje, pa e kuptu heq, edhe kemi, do me thonë, jemi knoq. Tjetër ka qenë një lojë, ne kemi quajtur si split, ka qenë pro me u bë një rreth, edhe pro nëse te ke vendus gishtin të një nxënës, ai ka pas mull, ndërsa nxënësat kundërshtor kanë pas me u kthy nga njëri tjetri edhe me thonë split. Kushdo që ka humb ka ndol prej lojës. Tjetër është që kemi pas me i marrë disa fleta të bordha, edhe me vizatu një botë apo me i ndonë në 2 ansore, ku kemi pas me i shkru çka shkatron tokën edhe çka e bën mirë për tokën, që ka qenë aktiviteti më i mirë me thonë se nxënësat përveç se e kanë kuptuar se sa e rëndësishme është me mbrojt tokën, ata edhe kanë filluar tash për me mbrojt ma shumë tokën, ku prej anë të
këshillave që i kemi marrë, ata fillojnë pro me u kujdesu më shumë për tokën edhe me tregu se sa shumë pro ka rëndësi shëndeti janë. E bas tyre ketë aktiviteteve që po doken shumë të mira, për një moment tash po si s'pas na qenë edhe unë. Si s'pas na qenë unë, pas që kanë knoq tash. Tregom çka ti ke mësu, që ty t'ka bo shumë për shtypje, që nuk e ke ditë edhe ke thonë, wow, unë këta nuk e pas na ditë, edhe që mendon që kome t'u dasht shumë të ardhman. Njëherë kom mendu që nuk ka me qenë diçka atraktive shumë për fëmijët, për shkak se për mësimeve që i marrim në shkollë nuk e kom përjetu njëherë këtë eksperiencë, edhe më ka pëlqyer shumë, po diçka që e kom mësuar është që ndonjëherë njëri edhe kur nuk provon me shkatru tokën, ai e bën pa dashje, sidomos kur e kemi lujt çat aktivitetin, dikush me lujt pemët, dikush dioksidin e karbonit, e kuptova se nganjëherë njëri nëse do me bë mirë, atëherë mundet pa dashje me shkatru edhe tokën, për shkak se nuk po e kupton që ai pe ndut oksigjenin edhe po e shton më shumë dioksidin e karbonit për me ndiku në shkatrimin e tokës. Njëherë kam thonë që unë i di këto gjëra dhe nuk kam çfarë më mësu, veç ai din me bën ai aktivitet, por kur kam hi kom mësu shumë gjëra, edhe kam thonë çtu sipas na ditë edhe nuk po dov kam thonë çtu i di se për shkak se të gjithë mëson më shumë. Po besoj që ke marrë shumë informacione, jo që pastaj ato i ke ndarë edhe me shokë të shoqe, po ndoshta informacione që ndoshta i ke informu edhe në familje, edhe në shtëpi. Po, ato kur i kom marrë informacione normal tani që në klasë apo edhe në shoqërinë që e kemi, jam mundu me i ndo sa ma shumë që jo vetëm na që kemi si në atë klub, po edhe në zonë sa tjere dhe komunitetin jonë, me urrit sa ma shumë zhvillime edhe përdorime ma i pak e energjisë që me mbrojtu kënë ma shumë. Kjo është shumë e rëndësishme. Hatice, do doja të flisni pak edhe për rolin e mentorëve, mësuesve në këto projekte, shumë interesante, me thënë vrejet një bashkëpunim shumë i mirë mes shkollave dhe organizatave jo qeveritare. Kanë të gjitha këtë frymë bashkëpunimi, apo me disa komuna thënë që keni pasur një raport më të mirë, më të veçantë? Ne jemi shumë e fatë, se kudët që kemi shku edhe kemi zhvillu aktivitete me qoftë me mësimdhanca, qoftë me nxanca, mandej ai bashkëpunim ka vazhdu për shumë gjatë edhe vazhdon. Ka, për shembull, ka klube, se klubet e supervullnetarëve ose të vullnetarizmit edukativ që i kemi, ekzistojnë prej vitit 2018 dhe ka ende klube që ekzistojnë në shkolla. Ideja jonë është që mendoj që mësimdhancat janë pjesa thelbësore e krejt klubeve. Për shkak se toka nuk ka me ekzistu gjithë, ose s'pa komisioni toka së është qysh me i fuqizu njerë cilë punojnë mrenda objekteve shkollore, edhe mandej ato një uri me mujt ata me i transmitu të gjeneratat e ashme. Kështu që krejt është që kjo qëllime, edhe për neve në shumë një dhe me tonë bashkëpunëtor të ma transition të projekteve tona, sepse ideja është me ju transmitu një metod të re të punës, ku shpesh ndodhë që edhe brenda klasës, mandej me i përdor ato teknika, ato aktivitete, kështu me radhë. Dhe me thonë nuk është ideja që stafi tokas me shku dhe me i bo aktivitetet, për shkak se edhe nëse dojmë nuk e kemi atë kapacitet as financiare, as njerëzor. Ndërsa mësimdhancat janë brenda shkollës, plus besimi është shumë më i madh. Me thonë nxënësat i njohin ata. Kështu që për neve shumë e rëndësi që me zhvillu çto kapacitetet e ta për metoda të reja të mësimdhanjes që janë shumë më atraktive, e përmendet që ku ka argëtim, mbamendja është shumë më e madhe, plus me mujt me i trajtu disa tema që nuk ka hapësirë brenda klasës. Për shembull, Lina e shpjegoi, tha, për shkak se eficienca e energjisë nuk është drejt për drejt, po është edhe me i pa pasojat se çka shikon në tokë. Dhe me thonë, çka është, për shembull, kur bartet energjia, cilat janë pasojat. Kështu që, dhe me thonë, një herë japim informatat e përgjithshme dhe mandej kalon te informata që janë ma specifike, edhe po ashtu e përmendi për shembull një aktivitet që na e quajmë energjidhënës, ku jo gjithherë ka nevojë me nda informata, s'pa ku na e shohim procesin e mësimit ashtu, po edhe do të thonë mas një loje që e ki që nështë ahes lidhet me tematikën, ti e ki grupin gati dhe e ki nxansat gati që mandej me ndëgju edhe për gjana që janë me rëndësi. Kështu që mundohemi zakonisht me bo një farë mikse, që së pari me stimulu mendimin kritik, edhe do të thonë nështë
edhe mas disa vjete, jam e sigur që Lina, kur i kujten qëto aktivitete, ka me thonë, qëta shpe kuptoj pse kena bo që të centë. Nështë halja, dhe me thonë, nështë disa i ka zbulu disa prej sanave që i ka mësu, edhe mundet me interpretu, po jam e sigur që mas 2 viteve, kur të pjekët, dhe me thonë, ka me kuptu që kë pas ka qenë qëllimi vërtet i aktivitetet. E krejt ideja është që të që qysh me bo mësimin më atraktiv, qysh që ato, dhe me thonë, aktivitetet që janë atraktive me mujt me i majt men ma gjatë, edhe ma ndej me kuptu rëndësine që asaj edhe mas disa vjete. Edhe mës mi haru letë, se ideja është qysh me mujt me i brendësu disa shprehit të reja që neve na duhen në jetë. Edhe në punë e kështu me ratë. Pa tjetër, po tek rezultatet, qka ju ka befazu temi, ose cilat janë ato rezultate që i keni, ai feedbacku që i keni marrë nga gjithë kjo aktivitet? Mas pari, tema eficiencës e energjisë nuk është shumë e njoftë në Kosovë. Edhe është diçka një tematike re, dhe më thonë nuk është që ka shumë njohuri. Kjo ka qenë brej nga jonë ma e madhe, edhe ashtu ka rezultu. Për shkak se trit nuk është që kanë shumë informata për eficiencën e energjisë, edhe mendoj që me këtë, s'pako e kemi shtru një rrugë. Nuk po them që janë tash, dhe me thonë, informatat janë atje dhe kemi mbri me bu një transformim, po s'pako e kemi fillu me diçka ku tritash e ka një far ideje se qka është eficienca e energjisë edhe qësh ndikon në tokë, qësh ndikon në aer, e kështu me radhë. Kështu që qëto e kemi pas me rëndësi, me mujt me thy pak që të zbrasirën e njohurive, edhe me rritë këtë send. Se ande tjetër është që, për shambull, nëse i këshyrë projektet, një send tjetër shumë e rëndësi që e harrova me përmend, është që për para se me i zbatu projektet, trit pashtu i kam prezentu idejt e projekteve të tëne, apo Lina, këtë qenë edhe të pjesës sesioneve prezentuse, ku mandej stafi i Tokas, i UNICEF-it, i Fondit të Kosovës për eficiencë të energjisë, e të tjerë kanë marrë, dhe më thonë, kanë dhënë sugjerime se qysh me i përmirësu këta projektet për para se me i zbatu. Kështu që ajo i ka pasuru hala me njohuri, ose me e shti edhe një komponent tjetër në projekte kështu me radhë. Tash, Lina është në klasën e 7, kështu që normalisht jemi të folë për nxënësat të shkollës fillore, kështu që nuk mundën mu bo mrekulli. Mirë, po për neve ka qenë me rëndësi që me i zhvillu disa njohuri, së pari, mandej qysh me e përfshi komunitetin edhe qysh një projekt me i shërby komunitetit, ku këtu kemi qenë shumë knaqër dhe të befasu me idejtë të tëne, edhe qysh kanë dit me imbrojt idejtë e projekteve të tëne, edhe mandej zbatime në aktiviteteve, dhe më thënë të projekteve. Kështu që rrugtime nuk ka qenë shumë i letë, për shkak se ka qenë i ngarkum, po me gjithate besoj që kanë mja po hajrin dhe kanë mi po frutet, dhe sidomos me shku me prezentu para komunës, dhe me thonë në komunë dhe me i tregu që shka kena bo në shkollë, ose në komunitet është bagi diçka e madhe, sidomos nëse jenë klasë 6, 7. Ose të 7, e vërdet është duke diçka është jashtë zakonshme diçka që, po edhe një shprehje e mirë e njësur qysh herët, që pastaj mund të përcjell gjatë gjithë jetës. Lina, më trego për fund, cilat janë ato kurime që jemi të shprehit, ato shprehit ndoshta që nga ky projekt i ke mësu dhe ndoshta tash i praktikon jetën e përditshme, je më i kujdesshme në kursimin e energjisë ose në mbrojtjen e ambientit, çka ty tash domethënë ti je ndryshe nga pas këtij projekti? Diçka që kom po më ndryshe është se me domethënë dopsia e përdorimit e energjisë elektrike nuk shfaqet drejt për drejt, por shfaqet pasoja ngadalshme. Edhe tash prej nga e kom mësu, këtu trajnime janë vojt prej disa muajve, prej nga e kom mësu, në tash gjithë i mendoj edhe pasoja që mujnë me ndodh, edhe gjithë mundona me po më të miren për diçka që lidhet me energjinë elektrike, duke i mendu edhe pasoja në fund që mundet diçka me bo, se për shembull mund me ndiku edhe në tokë, në qoftë edhe diçka shumë e vogël. Pra, gjithmonë bazohesh në atë se çka ti mund të bësh si individ, sepse secili nga pak bëjmë atë gjën e madhe.